materiale në gjykimin tem, por me jau mundësua që të paktën me dalë 0 fillimisht, atë që dhëna popull 50-50, e pasaj me nisë rrugtimi tyne i fitimeve i benefiteve. Andos kjo, për një me nuk e di tash, po kom dyshime dhe kom frikë që po. Pra kur ti këta i peshkon për herë parë, këta janë të paprovojnë politik, nuk i rezistojnë do të tundimeve që ti jep pushteti. I ka cak. Edhe i ka cak tak, që ka pas cak atëherë, Adelin Graincan kure e futin në sallë kuvendit, mi abo Korungmin Josa Osmanit. Jo pse Adelin Grainca e ka pas problemi financiar, por mafia e saj e ndërtimit, që vjen nga një familje që ka ndërtues kështu, jo dash benefiti i kompanisë vetë, por mi avotu Kurtit qeverinë ose këtë rast presidentën. Këto i di Kurti, pra i nje kret këtë legislaturë, që shenjome në tjerë Kurtin ose deputetet e ti, po kjo në pozicion me blej, se e ka drejtën kushtetuese i pari me provu qeverinë. E qartë, në mesin e 52 votave për gjatitës djeshme, kanë qenë edhe 3 votat e Nismës. Pra, për dallim prej partive të tjera opozitare, Nisma ka votuar njësoj si kurse lëvizja vetëvendosje. A shky një lloj sinjali se Nisma do mbështes edhe formimin e qeverisë më tutje? Unë mas asaj që ndodhi dje në fakt me zotin Limaj edhe 2 deputet të Nismës, unë nuk kam dilema që Nisma ka me qenë pjesë e qeverisë ose të paktën e voton qeverinë Kurti. Edhe këto Kurti e din, sepse këtu janë 2 subjekte që janë, si më thonë, në nevojë për një tjetrën. Nëse ka një subjekt politik që mas pakti i leverdis me shkuën në zgjedhjet të reja të parakoshme, pa u formuar qeveria, nëse të shton, është Nisma Fatmir Limos. Sepse prishja ose tensionimi i raporteve me zotin Haradinaj, ati i tregon që nuk ka mu konë më pjesë e një koalicioni parazgjedhor në rast se ka zgjedhje. Por nga ana tjetër dhe Kurtit i duhet është jetike 3 votat e Limajt me bon qeverinë edhe me shku tutje aty ku e kalon këtë qeverisën para këto 4 vite. Prandaj, të dy janë në pozicione edhe negociuese të mira, ka thonë kushtimisht mira, edhe në pozicione me vu kushtet e njëri tjetrit. As këtij si leverdis me ra mundësia për me bo qeverinë, as këtij si leverdis për shpo kuvendi. Prandaj për mua Limaj është punë e kryme në këtë rast, edhe për mua është fajtori nashta kryesori pse e ka prish bllokun opozitar bashkë me Lumir Abdigjikun. Ky jo pse i ka dhënë Kurtit sinjale, por e ka marrë peng edhe opozitën. Deklarimet e tija që nuk shkojmë as ne as ne. Pra një farforme 3 votat e Nismës kanë qenë vendimtare, nëse do bëhet qeveria Kurti apo nëse do bëhet qeveria opozitare. Në këtë mes, se nëse llogaritim minimumin e mundshëm të numrave, janë 10 minoritete, një i Nenat Rashiqit, edhe 3 të Nismës e krijon një qeveri edhe Kurti e merr detyrën. Pra, aktualisht Nisma Fatmir Limos është gjokeri. Edhe po gjetë që po del gjokeri. Pra, tash Limaj dje pat një arsyetim që për mu ajo në aspektin moral qëndron. Aja tha shumë mirë gazetarëve para 2 ditë jo dje, para dje në fakt, kur e nënshkrua atje si deputet, e tha që a keni po tha ju naj marrëveshje ose naj takim opozitar me bo na qeverinë. S'kami pas për një me. Takime zyrtare mes Abdigjikut, Ramushit edhe Memrit s'kemi pa. Rrjedhimisht sa unë nuk e kumprish opozitën. S'ka pas gatishmëri opozita. Pra ky arsyetim, kjo alibi e tij qëndron. Tash këtu dilema është kush ka faj i parë, a ka Limaja Abdigiku, po është e parëndësishme mo. E rëndësishme është që potencialisht Kurti për krijon qeverinë, e kjo është keq për Kosovën. Ndërkaq, si rrjedhoi kësaj ka pasur edhe prishje më pastaj të raportit të AK-Nisma, saqë dje në seancë nuk janë para as duke u përshëndetur Haradinaj dhe Limaj. Po Haradinaj ke jashtë për këto ditë të fundit me Limajn, ai e tha që asnjëherë s'kem takuar. Ndarje toks me quajti ndarjen e koalicionit. Prej se kanë përfunduar procesi i zgjedhjeve prej 9 shkurtit, pastaj kur kanë dalë ato rezultate preliminare deri te certifikimi, e deri më sot asnjë takim se kum pasa me Limajn. As kemi komunikuar, madje as në telefon s'kemi komunikuar. Që i bjen, Limaj e ka shfrytzuar momentin e vet, i ka marrë ata deputet që ai i ka planifikuar. Mbase ka dalë për te parashikueshmërive të tija, po kjo temë tjetër, edhe tash nuk e ka më nevojën Haradinaj. Kjo e ka dëmtuar më shumë Haradinaj se Limaj, sepse Haradinaj i duhet minimumi edhe 1 deputet me bë grup parlamentar, aleanca. Duhet mi pas 6 deputet. Që Haradinaj në këtë mes, për mua është personi që ka drejt, për mua Haradinaj ka drejtën morale